Jam këtu me drejtoreshën e shkollës Trik Majli. Kemi ardhur për të bërë një inspektim për një investim të bashkisë lidhe me rekonstruksionin e shkollës dhe disa probleme, edhe me drejtorin e shërbimeve Jozefin. Drejtoresh, si po duken punimet? Punimet janë të vazhdueshme prej disa kohësh, vetëm punohet. Për këndin sportiv, për tualetet e reja që ishte një mrekulli që u bën. Tualetet kanë qenë komplet pak se sukshme nga shkolla. Po, pak se sukshme, gjithmonë nga jashtë dhe nga jashtë dhe fute. Kështu që kena normale, kështu që kjo është tualetet të reja dhe një lidhje komplet. Tualetet për kopshtin. Tualetet për kopshtin, për mësuesat, për vajza, për djem të ndara, çdo gjë bashkëkohore. Po kështu kemi bërë komplet edhe rekonstruksionin e gjitha klasave. Si ka prit komuniteti të investim? Komuniteti ka prit me shumë entuziazëm dhe kjo shihet më tepër tek rrjedhja e fëmijëve, domethënë tek kthimet, sepse ne kemi pas rrjedhje të fëmijëve që ra një numër shumë i vogël i fëmijëve duke u larguar fëmijët nga shkolla, se shkolla ishte në gjendje të mjerueshme. Dhe tani kemi një kthim të vazhdueshëm brenda 2 javëve, vetëm këto 2 javë të fundit 14 fëmijë është gati një klasë që janë kthyer nga shkollat e Shkodrës. Nga shkollat private, nga shkollat e Shkodrës janë kthyer. E po të llogarisish komplet si janë kthyer prej që kur kanë filluar punimet e deri tani, mund shkojnë te 30 sa nxënës që janë kthyer në shkollë. Këtu është puna më e madhe që është bë. Këtu kemi tash gjithë, po themi, këndi sportiv, po fakt është gjithë një kompleks sportiv që ishte shumë e nevojshme për Grudën, ka qenë shumë e nevojshme, për arsye se Gruda, si shumë fshatra të tjerë, nuk ka si ka një kënd argëtimi fëmijët ose se ka një. Është fusha futbollit, është tenisi, është basketbolli, që i involon gjitha edhe për komunitetin mazite. Deri nga data 14 fillon shkolla. Pjesa përpara shkollës, edhe pjesa brenda shkollës, besoj do jetë kuti ditën e parë shkollës. Ta ka premtuar pastaj mund të jetë Jozefi që e mbaron. Edhe firmës që megjithatë kjo është një ndërhyrje jashtëzakonshme, domethënë për Grudën e gjithë ky ambient sportiv është mendoj një ndërhyrje shumë. Kam 26 vite që punoj këtu. Edhe e kam pas ëndër që të ishte këtë në Grudë kjo. Për arsye se ne fëmijët i shohim për ditës, s'kam një kënd aktimi asnjë. Dhe edhe fakti që banjot ishin jashtë shkollës ka qenë një shqetësim jot më i madh. Shumë problem. Unë jam përpjek ashtu si kam mund për t'i kthy një farë forme se i quaj shkolla jon stall baktish, domethënë e kisha të merr sa herë që hapja një tubë dhe shitje. Edhe sot po bëhet mrekullim. Mirë, kam punuar gjithë me shumë pasion edhe unë do t'i falenderoj edhe të kompanisë deri me datë 14 shkolla do të jetë edhe ka qenë shumë nxehtë edhe kanë punuar. Po me datë 14 shkolla do jetë gati, ju përshëndesim nga Gruda, ju përshëndesim nga shkolla Trik Majli. Edhe faleminderit drejtoreshë, faleminderit edhe drejtorit për punën.